Po ashtu, unë e di që ky ishull është një ishull që ka një turizëm shumë të zhvilluar. Por gjitha ata që presin sezonin këtu për të punuar në turizëm, i ftoj që në ndërkohë të interesohen dhe në Shqipëri, të pyesin dhe si janë pagat në turizëm në Shqipëri. Nuk ka nevojë të më dëgjojnë dhe të më besojnë mua. S'ka nevojë të dëgjojnë dhe të besojnë asnjërin nga ne. Mjafton të interesohen dhe të shikojnë se unë kam përshtypjen që në të shumtën e herës ju del më mirë atje se sa këtu. Megjithatë, kjo është në dorën e secilit që të interesohet dhe ta shikoj vetë nëse është kështu si them unë. Kini parasysh që për të mbështetur investimet në fshat, Banka e Shqipërisë ka hapur dhe një linjë kredie, e cila fillon me 250 milion euro total që i zhvon dispozicion bankave të nivelit 2 dhe cili do që do të ketë akses në atë linjë kredie, e cila 70% të kolateralit garantohet nga shteti dhe e cila ka interesa më pak se 3%, është i ftuar që ta bëj. Dhe kur të mendoj për të investuar në tokën e gjyshit apo në çfarëdo lloj toke në vendlinjen e vet që mund t'i vër vetes në dispozicion, është i ftuar që të na drejtohet për ta marrë këtë mbështetje. Pyesni ata që e kanë bërë. Ka sot shembuj plot. Ka shembuj njerëzish si ju që nga Greqia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia, deri dhe nga Amerika, janë kthyer dhe i kanë bërë këto që unë për ju them juve ti shikoni. Dhe të gjithë thonë që ju del më mirë llogaria. Megjithatë, kjo është diçka që ju e dini vetë dhe do ta verifikoni vetë. Tjetra që unë dua t'ju them është që duke kontribuar me votën tuaj, shqiptarët e Europës do të kontribuojnë për Shqipërinë përtej vetes tyre, përtej interesit tyre drejt për drejt. Do t'japin një kontribut që ashtu si kundër një pjesë e madhe e tyre sot janë plotësisht të integruar në Bashkimin Evropian, i gjithë populli ynë dhe vendi ynë të integrohen plotësisht në Bashkimin Evropian. Dhe besoj se ju e keni qartë më mirë se sa shumë kusht në Shqipëri që këtë gjë nuk mund ta bëj dikush tjetër. Këtë gjë nuk mund ta bëjnë ata që vinë këtu te ju edhe ju premtojnë gjithçka, sepse as kanë gjë në dorë dhe as kanë për të pasur gjë në dorë. Dhe nuk diskutohet që këtë gjë nuk mund ta bëj bufi knetës me të gjithë lukuni e zogjve të tij. Bufi knetës që thot që unë jam i mençur dhe unë jam i bukur si Athinaja. E dëgjuat apo jo? Duke referuar bufit vogël që ishte simboli i grekëve të lashtë dhe pastaj e morën dhe romakët. Por bufi i vogël nuk kishte lidhje me knetën. Ndërkohë që bufi ynë atje në Tiranë është bufi i dal nga shpreha e popullit. Qa do aty o buf kënete? Dhe natyrisht këto nuk mund i bëjnë as ata shqitësit e qilymave. Besoj që i keni parë që dalin në për diaspor edhe thonë na jep një votën ne rinis. Edhe ata rinia në listat e kandidatëve kanë babajnë, maman,
Xhaxhan, Dajën, Krushkun, sepse nuk i kanë dot aq njerëz sa t'i vënë në për lista dhe sepse kjo është mënyra se si e shohin ata besnikrin ndaj partisë. Ndërkohë që ne sot unë jam shumë krenar sepse ju kemi dhënë të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë, në çdo qark dhe në çdo komunitet, në komunitetet jashtë kufive, një skuadër që është skuadra e partisë më të re dhe e partisë më të vjetër. Është skuadra që ka më shumë vajza dhe djem, të reja dhe të rinj, se që kanë të gjitha partitë e tjera së bashku, dhe është skuadra që ka më shumë eksperiencë në qeverisje dhe në rrugën për ta vënë flamurin kombëtar aty ku i ka takuar me shekuj, se që kanë të gjithë partitë e tjera të marrë së bashku. Dhe në fund, dua t'ju them dhe diçka. Ne kemi nisur një program për mësimin e shqipes.